Legalizimi i ndërtimeve në zonat informale të Shkodrës vazhdon të jetë një ndër shqetësimet më kryesore të banorëve, të cilët kanë ndërtuar që nga viti 1992 e në vazhdim. Në këtë zonë informale pas drejtorisë së policisë së Qarku Shkodër dhe deri në Golem, e mëtej pas fabrikës së duhan cingarëve, banorët tregojnë se prej shumë vitesh kanë aplikuar për legalizim dhe paguar tarifa për këtë proces, por ende nuk kanë marrë dokumentat e legalizimit nga zyra përkatëse pranë agjencisë tetërore të kadastrës Shkodër. Unë jam si familjar, kam 4 djelë këtu, 4 shtëpia, i kam bon tash 17 vjetë. Mirë, po në 13 kam shti legalizimin. Edhe janë letët gjalla, as në ka përgjigje, jena interesu, ta po vinë, s'ka kush dhe tash. Se që të bëhet, ku të bëhet, s'di gjë. Na, këtu këna zonë vend, si vend ma gjanë, jena rahat me kojshite me njerëzit fije, nuk është ajo në drejtë bëhet. Tokën e kam me tapi që e kam ble, e kam certifikatën e pronësisë, e kam bon shpinë, kanore kanë pa, kanë bon të mosa jesë në duk tjetër. Ta shë si dhe të bëhet, di shteti. Po letat i këna bon, letat të pro s'naj kanë. Se naj kanë asho adje. Janë bashki, ako janë. Sa vite ka? 15, 20, shush sa bashkë zotën janë bon letat të shko. Orë s'kanë. Para pak muaj, qeveria vendosi që të bashkitë të përfshihen në procesin e legalizimit për të ndihmuar qytetarët e interesuar dhe zyrën e legalizimit. Sipas këtij vendimi, pushteti vendor duhet të hapte një zyrë për këtë qëllim, por fakti që në shumë zona informale të Shkodrës hasen akoma probleme lidhur me legalizimin e ndërtimeve, përbën një përgjegjësi dhe detyrim dhe për Bashkinë Shkodër në përshpejtimin e këtij procesi, siç është përcaktuar nga qeveria për pushtetin vendor.